dy mbretëri të që Ati ndalli për shkak të rebelimit të tyre ndaj urdhërimeve të Atit. Mbretëria e Veriut ishte shtëpia e Izraelit dhe u shpërnda në të tërë botën. Po, kemi dhe shtëpinë e Judës, nga ku Mesia erdhi, dega e Judës, luani i Judës themi. Ata ishin mbretëria e jugut të kombit të Izraelit, në këtë rast nga ana e strukturës gjeografike. Tani, Ati solli birin e tia sepse donte të bente një beslidhje me re me shtëpinë e Izraelit dhe me shtëpinë e Judës, dëshiron të restaurojë popullin e tia në të birin e tia. Thotë jo me beslidhjen që ka vendosur me etrit e tyre në ditën kur i nxora përdore që ishte në Egjipt, thotë, sepse çfarë ata e shkelën beslidhjen time. Nëse unë isha Elohimi tyre, nëse unë tregova karakterin, besnikërinë time, thot Ati, po ata nuk qenë besnik dhe shkelen beslidhjen. Ajo beslidhje si u shkel atëre? Nuk po praktikonin me urdhrimet e Atit. Filluan fillimisht masandaj të ndërtonin demin, apo jo? Masandaj ju dha urdhrimet, ju dha ligji, dhe ishte një kohë që Ati dëshironte t'i rafinonte, t'i pastronte, sepse kishin qenë për 430 vjet në Egjipt, ishin në idhujtarinë e tyre, ishin mësuar me rrugët e kombeve të Egjiptit, me zotrat falso, dhe Ati i nxorri popullin e tij që t'i jepte një trashëgimi, dëshironte t'i bente të mirën atyre. Dhe vazhdoi t'i mbante në shkretë të tyre që t'i çfarë? Që të testonte zemrat e tyre. Prandaj në këtë rast shikon dhe në tërë kontekstin e urdhrimeve apo ligjin është testimi që Ati na bën për të ditur në këtë rast nëse do lidhemi ngushtë me Atin do zbatojmë urdhrimet e tij. Dhe njëjtën gjë po bën me neve në momentin që na nxorri nga skllavëria e Babilonisë, kësaj Egjiptit tonë që neve ishim, tani fillon pastrimi, tani fillon dishiplizimi në karakterin e Atit që Mesia na tregoi, sepse nëpërmjet tij ne mund të ishim të mundur për të afruar tek Ati. Asnjëri prej nesh nuk mund të afrohet tek Ati vetëm nëpërmjet Mesias Krishtit. Dhe ai ndërmjetëson në të djathtën e tij. Për çfarë ndërmjetëson, vëlla motër? Ndërmjetëson për mëkatet tona që ti dhe unë kemi shkelur. Dhe mund të shkelim, po jo me dashje, jo me vedije si sot i këshillojnë vëllezër motrave. Kjo është mëkat. Të shkelësh sabatin është mëkat. Të punosh në ditë është mëkat. Të shkelësh festat e tia biblike, të mos i mbash festat e tia është mëkat. Dhe dalim masandaj. Po ja ishin disa ligje ceremoniale, disa morale, disa civile, ndarjet e njeriut. Ligji i Atit është moral i gjithi.